Partitë e vogla të cilat rezultuan më të dëmtuarat nga sistemi proporcional rajonal i aplikuar për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të 2009-s, kërkojnë me forcë amendimet në kodin zgjedhor. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta dhe sekretari për çështjet ligjore në Partinë Republikane Arjan Madhi mendojnë se pavarësisht se po shkohet drejt djegjes afateve ligjore për të bërë reformën zgjedhore, ka ende kohë për ndërhyrjet e kërkuara në raportin e OSBE Odirit, në mënyrë që në zgjedhjet lokale të 2011-s të mos ketë kontestime të procesit zgjedhor. Mungesa e vullnetit e lidershipit aktual të opozitës për të bërë një reformë gjithëpërfshirëse synon justifikohet përmes gjëje transparencës, e cila në fundit nuk mund të bëhet asnjëherë më mirë se sa me instrumenta ligjore. Ekziston dhe mendimi se betejë gjëja për transparencë nuk është gjë tjetër veçse përpjekje për të penguar reformën zgjedhore, që të mbajë jashtë parlamentit dhe jashtë jetës politike, dhe mos përfaqësues të partive tjera politike, përfshirë dhe aleatët e tyre të cilët sot fal kodit Partisë Socialiste ndodhen jashtë parlamentit. Bëjmë apel që të ketë reflektim. Punohet sepse nuk duhet shumë punë për të përmbushur standarde më të larta të reformës zgjedhore, sepse baza është e qartë. Për shumë vite, për sa kohë të qëndrojë në këmbë ky sistem, ne do të kemi të kompozuar një parlament shqiptar, i cili do të ketë përfaqësuar dy kahat e politikës, jo më shumë se 70 mandate njëri dhe 70 mandate tjetri. Atëherë kjo ta vite në kërcënim shumë serioz çështjen e stabilitetit qeverisë, çështje për cilën kemi shumë nevojë. Nëse ne nuk do të arrinim të bënim një reformë zgjedhore, atëherë sigurisht edhe produkti i zgjedhjeve, cila do qofshin këto lokale apo parlamentare, do të jetë një produkt i cënuar, një produkt i cili do anatemnohet gjithkohën dhe në çdo rast do përdoret si një pretekst për humbsin i cili do të justifikojë humbin e tij. Si ekspert i çështjeve ligjore, Madhi shpjegon nga ana teknike defektet që do të vijnë re në zgjedhjet vendore, nëse aplikohet sistemi zgjedhor i parashikuar në kodin elektoral. Në këtë kod i cili nuk është provuar në zgjedhjet vendore, është parashikuar një prag elektoral 3%. Po ta vështrosh në shifra, i bjen rreth 100 sa mijë votues të mos përfaqësohet me atë partive politike. Ose thënë ndryshe, i bjen rreth 250 mandate të humbi nga partitë politike të cilët nuk kanë arritur pragun 3%. Do të ketë një produkt i cili do të jetë i kundërshtuar jo për nga fakti se mund të është manipuluar apo s'është manipuluar procesi, por vetë ndarjen territoriale administrative. Dy partitë e koalicionit qeverisës i bëjnë apel lidershipit Partisë Socialiste të bëhet pjesë e reformës zgjedhore. Por Edi Rama e refuzoi ftesën e kryeministrit Berisha, duke e kushtëzuar bashkëpunimin me transparencën e zgjedhjeve të shkuara.